ka vepër të keqe që s'ki mundësi me lënë. Por në momentin kur ti ndërmerr masë të duhura, para braktisës, gjatë braktisës dhe pas braktisës. Kjo procedurë. E pastaj ki me pasë, që shki me pasë sabër. Në momentin kur ti nuk ke marrë sabër të mjaftueshëm, nuk i ke respektu procedurat e kërkuara, para, gjatë dhe pas, të mungon sabri. Edhe pas një kohë prap e bën punë të ndaluar. Apo s'ki mundësi me nis hiç me braktisë, nga se nuk ki dozë mjaftueshme të sabrit. Do me lënë një haram, do me lënë një punë të keqe, do me braktisë. Po duhet sabër, duhet mu përmbajt për saj, duhet një përmbledhje e një fuqie që të mundëson mu largu për saj. Tham duhet mas pari me pas sabër para se me lënë. E çfarë sabër duhet para se me lënë? Normalisht, një sigurt e para, duhet me konë për hir të Allahut. Nëse nuk është për hir të Allahut, nuk të kryjnë punë as një fuqi e sabrit të gjitha pastaj fazët e tjera të braktisës. S'ka mundësi. Ama kur e lën për hir të Allahut, grumbullon aq sasi të mjaftueshme të sabrit, sa që me lejen e Allahut të mënduar të mjafton për me vazhdu matutje. Por a është kjo mjaftueshme e veç një jetë ki për Allah? Jo. Para se me braktis edhe një vepër, duhet njeti dhe duhet qka? Duhet gjithashtu me i braktis të gjitha rrethanat dhe stimuluesit e jashtëm që po të ndihmojnë me rënat më katë. Duhet sabër. Ka për shembull njerëz që ankohen për një mëkat saktuar. Por ai mëkat nuk bëhet tek ashtu. Ai ka do rrethana, i ka do para pregaditja, po, i ka do rrugë që ti fillon ato me hyrë njëre, pastaj përfundon haram, pastaj shkon te ndaluara. Andaj sabri për t'u larguar nga mëkatet, nënkupton jetën për hir të Allahut dhe braktisjen e rrugëve që çon atje. Nuk ki mundësi, apo ti mundesh për shembull në njëri dëshiron me ushëru. Me ushëru për një smundja duhet sabër, duhet shumë. Duhet sabër, sabër në dhimbje, sabër në disiplinë për ta zbatuar terapinë e mjekut, duhet sabër. Tash një njëri i ka marrë medikamentet e duhura me ushëru. E ka marrë udhëzimin e dur dhe po përdor edhe ilaçe dhe po bën sabër sa po mund pi dhimbje, mirë po është prap në vendin e smundjes. Për shembull, nëse problem i smundjes është ftofja. Para se me fillu me përdor çfarë lloj medikamenti, duhet fillimisht mu largu nga rrethanat e ftofta, kudo që ftoft ikpi aty. E kur e sigurun një herë se nuk jemi në rrethana që kanë pru smundjen, tek çatër fillon me shëru smundjen. Por nëse ti je në rrethanat e smundjes, pesa dush ilaçe. Ilaçet do të jetë rezistent ndaj rrethanave një kohë caktuar. Pastaj je imun ndaj ilaçit dhe rrethanat janë ilaçet. Pastaj pesa dush ilaç, rrethanat kanë me vendos për smundjen tonë, jo ilaçi atë. E këna ndodhi shpesh herë. Dikush do me lënë me braktis një haram, fillimisht i bëjke punë bajegi një ajet, e i bëjke punë bajegi një hadith, i bëjke punë, një dersë ngëjke i bëjke punë. Po tash ka dal, edhe ka i sure për kënërës pjallën shajfart. Ta indikur dhe ka një gjëz të Koranit, po problem, ta një ka 10 hadithës pjallën fërshaj, nuk ka probleme të ilaçi, se Korani shëruës. Po problemi është të rrethanat, largohu njerë për këti veni, pastaj përdor ilaçin atë. Prandaj sabri në braktisjen e të ndaluaras nënkupton fillimisht braktisjen e rrethanave që po ta lehtësojnë mëkatin, po ta lehtësojnë punën e keqe, e pastaj prit më shëru, pastaj prit me braktis ato që është e keqe. E dyta që ka të bëjë me braktisjen e mëkatit është që normalisht duhet me ditë se kur njeri don me braktis një vepër që ka bashkjetu me te kohë të gjatë, duhet me kuptu se natyra e kësaj braktisje është e shtirë. Andaj duhet më ushtrëngu. Dhe duhet me qenë i shtrënguar gjatë tërë kohës deri sa të del në bregun e shpëtimit. Mos më një rahat edhe komat. Se tash je në fazën e
shërimit, mos ulsha. Nga se disa njerëz për shkak nga njëre largohen nga rrethanat. Por kur do me praktikë një haram, apo mendon se u kry dhe fillon mu tregu ndoshta i pavëmendshëm, mu tregu i pakujdesshëm për sabrin që i duhet. Dhe befa se vetë se prap ju ka kthyer atij harami atë. Andaj duhet mu shtrëngu, nuk është punë e lehtë. Sikurse për shembull njeriu i cili ka dhimbje, i thot mjeku, ke pi që ti laç, e tash hala po mdhem. Normal është 2 orë dhem. S'ka mu kur që me donë mu, veç duhet me nehet me mushtërëngu. Prandaj edhe kur të mënon një haram, a e largu për kësaj, a ke marrë laqen, po në hala, po më shko menja. Normal është, edhe me shku menja, edhe vezvese, me pas, normal është edhe me pas presionet, normal është. Për atë se i ga që me i qëndru, këtyre presioneve, ja del në fund me lona. Normal është, ke bashketu me një haram kohë të gjatë, nuk ka let me lona. Andaj kuptoje se procesi i largimit nuk është i lehtë, duhet me kon i shtrënguar. Dhe kjo është sabër i kërkuar gjatë braktisë së haramit.